Jeta ndërtuar mbi muzikën, mes talentit, punës dhe përkushtimit. Sokol Marsi është një nga figurat më të spikatura dhe më përfaqësuese të artit shqiptar, një emër që ka shoqëruar prej vitesh historinë e muzikës sonë. Kompozitor, muzikolog, tekst shkrues dhe producent muzikor, ai ka ndërtuar një profil të rrallë artistik, duke lënë gjurmë të qëndrueshme në muzikën e lehtë, popullore, atë të teatrit, filmit dhe muzikën për fëmijë. Ai veçohet si një producent vizionar, në ndrejtimin të cilit kanë marrë formë këngët dhe spektakle që janë kthyer në referencë. Bashkëpunimet e tij me pothuajse të gjithë këngëtarët shqiptar dhe vlerësimet me çmime të shumta, kombëtare e ndërkombëtare, e dëshmojnë këtë rrugtim. Sokol Marsi ka drejtuar me sukses programe dhe aktivitete të rëndësishme artistike. Ka qenë producent dhe drejtues artistik i festivaleve në radio televizioni shqiptar, si dhe antarjorie në evente muzikore brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në skenën ndërkombëtare, ai ka përfaqësuar Shqipërinë në Festivalin Evropian të Këngës. Ky rrugëtim i gjatë dhe i denj është kurorzuar me titullin e lartë Mjeshtër i Madh, si vlerësim për kontributin e jashtëzakonshëm artistik dhe për kushtimin e tij të pandërprer ndaj muzikës shqiptare. Si që dhe e kuptua të gjithë nga ky insert, kam kënaqësinë të ndaj studion me Sokol Marsi, mjeshtër i madh, një njeri i cili mendoj unë në gjithë jetën e tij dhe në karrierën muzikore ka lënë një shenjë të rëndësishme shumë në muzikën shqiptare, siç edhe e dëgjuam nga inserti, të paktën me krenari mund të themi në të gjitha prizmet e saj, të lehtë, popullore, në tingull, në tekst, në pjesën e produksionit. Faleminderit për ftesën. Që të kam dhe një herë. Edhe faleminderit dhe për insertin. Realisht, unë në natyrën time jam kushtëzojmë nga modestia dhe kur pash insertin, ndoshta mu duk, edhe pse ai jam unë në fakt, po mu duk pak një gjë sikur ishte bërë një nder i madh. Preferoj më mirë të flas me art, me muzikë, me vepra, apo qoftë dhe bashkëbisedime. Gjithsesi faleminderit shumë për insert. Shiko, unë mendoj për sa kohë institucioni i presidentit të Republikës, pra presidenca, të nderoj me çmimin mjeshtër i madh, ke punuar dhe ke investuar kaq shumë në karrierën tënde saq që sot meriton çdo fjalë që është thënë aty dhe asgjë më pak nga puna jote. Por nëse do të flisje për veten dhe nëse do të shikonim pak larminë e madhe të gjërave që ti bën, ku e sheh më shumë veten, te tingulli apo te fjala? Shiko, kanë thonë që e para ka lindur fjala. Në fakt, në muzikë ose në praktikën time, gjërat fillojnë nga tingulli. Pse fillojnë nga tingulli? Sepse tingulli është ai që në një moment të caktuar një krijues jep një spunto emocionale nëpërmjet dëgjimit dhe mbas asaj, pastaj ti mund të futesh në një botë tjetër, le të themi narrative, për të krijuar edhe vargjet e një këngë apo të një diçka tjetër. Pra, unë personalisht preferoj ta nis nga tingulli. Nga tingulli në piano apo në një lloj instrumenti tjetër, nuk ka rëndësi, por e rëndësishme është që të nisi nga tingulli. Dhe pastaj krijohet një binom i cili bëhet gati i pandarë. Unë kanë qenë të pandarë sepse duke qenë muzikant, duke qenë krijues, kompozitor, duke njohur mirë, le të themi, termin muzikor, frazën muzikore të një, le të themi, dhe të një këngë, e kam pak më të thjesht për t'i përshtatur tekstin, krahasimisht me një kompozitor i mirëfillt, i cili bashkëpunon me një tekst shkrues dhe është i detyruar që t'ja shpjegojë atij se ku duhet vihet xanorja, edhe ku rima e tjera. Pra e kam pasur pak më të lehtë, edhe kjo në krimtarinë time e kam vënë në re që më ka ndihmuar goxha. Por duhet thënë që unë përveç se, si më thënë, kam bërë tekste për këngët e mia, kam bashkëpunuar dhe me shumë autorë të tjerë tekstesh që në gjatë karrierës time, që kam vlerësimet maksimale edhe për ta, siç është për shembull Jorgo Papingji, një nga miqtë i cili është ndarë nga jeta, por ai jeton me veprën e tij, është një nga poetët më të mirë të këngës, ose Arbenduka. Dhe me të vërtet kanë lënë shenjë, po ti vetë nëse kthehesh pas në kohë, shumë vite dua të kthej tani shumë herët. Kur e kuptove që muzika do të ishte e ardhmja jote, nga gjithë rrëfimet që ke bërë me bashkëpunëtorët e redaksisë time, diskutimet kanë qenë që nisin herët shumë në rinin tënde të hershme, në voglin tënde, në qytetin e Vlorës.
Vjen nga një familje me traditë Po, muzikë. unë kam lindur dhe jam rritur, kam kaluar fëmijërinë në qytetin e Vlorës, le të themi në kryeqytetin turistik në Thonjza, sepse Vlora është ajo që është, e dim, pa dashur për të mburur dhe më ka dhënë një spunto shumë madhe, edhe gjatë fëmijërisë time për të qenë artist, për të qenë muzikant. Sigurisht që ka qenë i mati i cili ka detektuar, ka evidentuar tek unë ato talentet e para që mund të shprehë një fëmijë, ai pastaj më ka orientuar drejt kurseve që kanë qenë atë kohë, shpive të pionerit, kam filluar për fizharmonike dhe pastaj më vonë pas jam e ushtruar në piano. Në një moment të caktuar tentova të këndoj, por përveç se veshit mirë nuk kisha atë testiturën vokale të du dhe ju troqa këngës dhe vazhdova pastaj shkollimin në lice dhe më vonë në Akademinë e Varreve. Pra, ka qenë, le të themi, i matë, por unë nuk e kam nisur muzikën duke pasur një piksynim, le të themi, të qartë që është fëmijë që unë do ta kisha profesion, e kam nisur si pasion. Dhe pastaj ajo ka ardhur gradualisht deri kur unë, ose më saktë krimtaria ime, atë le të themi fillimet e para, kur kam filluar me festivalin, apo kur kam filluar me krimtarin për fëmijë, apo dhe miniaturat të vogla, janë evidentuar dhe kanë rezultuar të suksesshme. Atëherë kam thënë që pasionin duhet ta kthej në profesion dhe pastaj aty jam dedikuar totalisht në gjithë frontin. Është vërtet ajo shpreha që thonë që nëse një punë e bën me pasion dhe e do shumë atë, nuk të duhet të punosh asnjë ditë në jetën tënde. Apo këto janë shumë të bukura për qenë të vërteta. Unë do të thosha, do ta japja përgjigjen që si thot 99% punë, 1% talent. Kështu që këtu vetë kuptohet që pa punë nuk ka asnjë gjë. Dhe në fakt kjo punë, siç edhe po e shikonim nga inserti që ndoqën, ka dhënë mundësinë të përjetosh momente shumë të bukura, emocione shumë të mëdha, bashkëpunime të jashtëzakonshme, pra padyshim njerëzit që pam aty janë ata që përbëjnë muzikën e lehtë shqiptare dhe sot e kësaj dite duke qenë njerëzit kryesor që janë pjesë e muzikës, e festivaleve, e organizimeve të rëndësishme, pra nga ana personale, përgjatë këtij rrugtimi, çfarë momentesh do të veçoje si më të rëndësishme të jetës tënde? Shiko, në momentet e para kur unë, le të themi, jam përqendruar në Tiranë mas shkollimit, kam qenë natyrë shumë e qetë, shumë dëgjuese dhe jeta, fati, le të themi, më afroi me shumë që sot jemi kolegë, shumë muzikantë mirë, të cilët i dëgjoja me këshëri. I dëgjoja me këshëri, mundohesha të merja gjërat më të mira të tyre, mundohesha të merja profesion në fundit, sepse ishte qëllimi im dhe kjo më ndihmoi shumë. Pra, nuk isha, le të themi, një njeri, kisha një krye në që shiko se unë, gjithmonë dëgjoja. Vlonjati tipik. Po, jo, asnjëherë nuk e kam bërë vlonjatin, madje nuk e bëja sot vlonjatin. Dhe dëgjoja shumë, shikoja shumë, mundoja që të merja gjëra më të mira dhe kjo jam shumë realisht më ka ndihmuar shumë dhe në gjithë bashkëpunimet e mia me gjithë bashkëpunëtorët që kam pas gjatë gjithë periudhës në, le të themi, në çdo institucion ku kam punuar artistik, duke përfshirë radio televizionin shqiptar, gjithmonë më ka bërë njeriu që unë vetëm të thith, të përthith dhe pastaj të krijoj identitetin tim mbi gjitha këto baza dhe mendoj që gjatë karrierës time e kam ezauruar edhe këtë pjesë. Ka patur ndonjë sfidë muzikore apo sfidë profesionale të cilës i ke thënë jo, siç edhe e tham, ti ke një shtrirje shumë të madhe në diapazonin muzikor, si nga muzika popullore ashtu edhe nga ajo e muzikës lehtë. Pra ke shumë. A ka patur gjëra të cilave ke thënë jo, këtë nuk e bëj, nuk jam unë, nuk është sokoli këtu. Unë mendoj që në muzikë, domethënë, ose le të themi, le të përqendrohemi tek kënga si gjini, që është gjë më e vogël e një krijuesi, nuk ka gjë që bën apo që nuk bën. Ka gjëra të bukura, shumë të bukura, apo le të themi gjëra që humbasin me kohën. Dhe nisur nga kjo, unë nuk është se kam thënë ndonjëherë jo, nuk e bëj, por gjithmonë kam vendosur vetes një mur përpara, që kam thënë që edhe në raste që të gjithë duhet ta pranojmë që komercialiteti në një farë mënyre apo për një rast apo për një qëllim të caktuar, çdo krijues është detyruar në thonjza që mund të preki edhe gjëra komerciale për të bërë gjëra komerciale,
kam vënë vetes një mur dhe kam thënë mos e kalo këtë murin. Po kalove këtë murin, pastaj ti nuk do të kesh më identitet, do jesh njëri si 1000 veta të tjerë, 100 apo çfarë si e ka, dhe nuk do të jesh më ai Sokoli kur një njeri do të flasim me ty për diskutuar siç po flasim edhe bashkë për një këngë, për muzikë, për një muzikë filmi apo për një zhanër apo gjini tjetër, për të diskutuar mbi artin, mbi muzikën, pra ti nuk do të jesh më ai, ti do të jesh një njeri aty në rresht. Pra, mos kalo murin, krijo identitetin dhe kjo, për mendimin tim, duhet ta ketë çdo artist. Duhet i vendosi vetes një mur dhe të thotë deri këtu është kufiri. E qartë. Në fakt, duke të dëgjuar të më thuash këtë gjë, më vjen ndërmend me njëherë pyetja, mirë po, është e thjesht sot të bësh kompozitorin pa kompromise, sepse flasim për një treg i cili ka shumë prurje, jo të gjitha vlen sigurisht, por është dhe një risk për ata njerëz të cilët besojnë tek diçka dhe e kanë të vështirë të dalin nga... Absolutisht jo, është shumë e vështirë, më thënë, përgjigja është shumë e vështirë, por ajo që unë mendoj është, si me thënë, është tregu, komercialiteti, zhvillimi, le të themi, janë dy pista, edhe arti dhe profesioni dhe le të themi gjë e bukur, gjë e mirë profesionale. Ato janë të dyja që ecin paralel. Tashti, komercialiteti vrapon, është gjithçka që vrapon shpejt, nuk ka kohë, nuk pret kohë, lëviz ditë pas dite. Kurse për të bërë art të mirë, duhet që do pa kohë, kërkon pa kohë. Kështu që unë do të thosha që e parakalon në fakt, e ka parakaluar dhe sot që po flasim, muzika është komercialiteti ka parakaluar zhvillimet, le të themi zhvillimet profesionale dhe këtë duhet ta pranojmë të gjithë. Por sa jam unë i gatshëm apo kolegë të tjerë që të futen dhe të përshtaten me të, kjo është një pjesë pastaj se kthehem prap tek ajo përgjigje që thash, që është pjesa e kompromisit. Njeriu, një artist i mirë, mund ta gjej veten, se nuk është e thonë që nëse ti nuk bën muzikë komerciale, ti nuk do nuk je më krijues, po themi. Jo, sepse ti mund të krijosh një këngë sipas ideve tua, sipas identitetit të krijues dhe ajo këngë dhe koha dhe sot që po flasim e vërteton. Në fakt, jote ka këngë të shumë të mira, jashtëzakonisht shumë të mira që të cilat vërtetojnë më së miri atë pa që nevoja të bësh kompromis për të bërë komercial. Le të marrim për shembull se jemi në radio televizion shqiptar, le të jemi festivali është një pasqyre e një krijuesi i cili ka vendosur një identitet dhe do të thot fjalën e tij nëpërmjet krijimit. Dhe ja ku e ke një sken. Pra, nuk është e thonë se s'bën që artistët, krijuesit të jenë se s'bën detyrimisht pjesë e tregut muzikor, e komercialitetit, e rrjeteve sociale, e klikimeve të YouTube-it. Jo, ti mund të bësh një krijim të mirë dhe nëse ai pëlqet, ai do të eci para dhe do të mbijetoj se në fund të fundit, nëse neve po flasim edhe për muzikën e këngët e para viteve 90, ato i kanë rezistuar kohës, këndojnë edhe sot. Në të njëjtën kohë që po të kthemi jo më larg, po një vit, 2-3 vite përpara, këngë që këndohen nuk mbajnë mend fare dhe ti s'marr mend as titull as. Është e vërtet. Kjo gjë është e vërtetuar edhe nga koha në fakt që njerëzit sigurisht vitet i vënë në vend të gjitha ato çmime të fituara apo të pafituara dhe dashuria e publikut ndryshon gjithmonë. Po meqense përmendë festivalin dhe meqense përmendëm pikërisht këtë moment, si e ke përjetuar ti Eurovisionin, Sokol? E mban mend atë periudhë? Dhe ajo këngë në fakt në vetvete ka qenë një këngë. Eurovision faktikisht kam qenë si autor, me Aurela Gaçën, Shpëtim Saraçin, kam qenë me Elajda Danin, pastaj kam qenë si drejtues artistik i grupit me Bush Pepën, Jonida Malishin, kam qenë në Junior Eurovision, domethënë kam qenë në disa aktivitete ndërkombëtare të përfshira. E para është një përgjegjësi shumë e madhe. Domethënë sidomos krijuesit, autorët që shkojnë atje, interpretuesi është përgjegjësi shumë e madhe, pavarësisht se në publik ajo shitet si një gjë që është një gjë e bukur dhe është qef, apo qofte në rrjetet sociale dhe në media fillojnë edhe merren me atë pjesë, domethënë ajo është një përgjegjësi shumë e madhe sepse pesha që ka gjithë grupi artistik në le të themi mbi shpatulla është një përgjegjësi e madhe kur ti nesër, domethënë në një farë mënyrë do të jesh i detyruar të japësh edhe një përgjigje që pse shkoi mirë apo pse shkoi keq. E para. Pjesa tjetër emocionale, pastaj ai është një aktivitet i cili në mënyrën e organizimit të vet, në mënyrën artistike është mbreslon, ose do të thonë kushdo që ka shkuar atje, që ka përjetuar, e përjeton është në të gjitha gjërat është mbreslon, se dhe unë kam kujtime shumë mira me Eurovisionin, me kolegët, me çdo që kam bashkëpunuar dhe kemi qenë, sigurisht që është një eksperiencë madje
kanë vendosur që në një moment të caktuar të jetës time, vite më vonë, kur ndoshta dëshira për të krijuar nuk do mbjerë kur, jam i sigurt, por të paktën do kem një moment edhe për të thënë diçka, dua të shkruaj diçka mbi të gjitha pjesëmarrjet që unë kam qenë realisht në Eurovision. Të shkruash pak edhe te biografia dhe tek le të themi mbi historiket e mia dhe lidhjet me artistët, ka shumë. Ashtu më kujtoj një, më thuaj një të lutem, që ta kemi këtu në një histori që ti e mban mend nga gjithë këto. Kemi, për shembull, kemi qenë me, ajo ka qenë edhe pjesëmarrja ime e parë me Aurela Gaçën, me Shpëtim Saraçin, edhe ishim herë e parë, të gjithë e kishim për herë të parë dhe siç është Eurovisioni në fakt që diku ka dhe këto, atëre bëheshin edhe këto, si me thënë, bisedat që konjunkturat, neve nuk ishim përfshirë fare në ato pjesë, po fare, por faktikisht aty për brenda ekzistonin këto thashë themet, kaq pik aty, kaq këtu, do bëjmë këto, le të themi dillet. Dhe befas një ditë përpara kur do të ishte prova gjenerale, dikush vjen edhe thotë që, shiko, thotë, Shqipëria nuk do të përjashtohet nga Eurovisioni dhe nuk do të këndojë në Eurovision, sepse organizatorët kanë detektuar disa gjë e cila nuk, jo që s'ishte e vërtet, po as kishte ndodhur as njerë dhe nuk e di pse u hap ky lloj thashë themi, mirë po unë së bashku me Shpëtimin që e dëgjuam këtë, tash mundonim që të mos ta përcillim tek Aurela, sepse ajo ishte artistja që do dilte në skenë dhe imagjinoj se sa gjë e madhe ishte që ti kishe gjithë peshën, kishe vajt për të parë përfaqësoja dhe ato ishin akoma ato vitet që Eurovisioni shikohesh këtu si një gjë më e madhe. Dhe si do bëjmë edhe nëpërmjet, domethënë e ruajtëm Aurel, nuk ja tham këtë gjë, ajo nuk kuptoi asnjë gjë dhe pastaj kur morëm, si më thon, kur u lidhëm me organizatorët, ata shpjeguan që kishte ndodhur një gabim, nuk ishte lidhje me ne, bëhesh fjalë për diçka tjetër, por i gjitha kjo ka qenë një stres prej 4 deri në 5 orësh kur neve vinim vërdall në për ato ambientet dhe kryqëzonim gishta, thoshim, o zot, ç'a mund të ndodhi me ne, imagjinoje, sikur ajo ishte një gjë ishte vërtet se ç'a mund ndodh. Përmenda një, po ka pasur shumë e çdo artist kemi pasur. Po shumë. Në gjithë këtë rrugtim, me që më përmende shumë me emër dhe artist, kush kanë qenë bashkëpunëtorët ose artistët të cilët kanë lënë gjurmë të madhe në... Shiko, unë kam pasur shumë, në qoftë se do filloj që të përmend emra, por ndoshta mund të them, le të themi, ata kolegë me të cilët vazhdoj të bashkëpunoj, jemi miq, jemi shok, është Tondeda, Shpëtim Saraçi, Kaçinari, sigurisht që kam bashkëpunuar dhe kam pasur, le të themi, një udhërfys artistik në jetën time artistike, në aktivitetin tim artistik, Jorgo Papingjin, i cili kemi qenë shumë afër, sigurisht që unë brez komplet tjetër, por gjithsesi kam marrë shumë nga ai edhe për sa i përket penës, por edhe për sa i përket gjërave që teksteve të, pra kam pasur dhe shumë të tjerë të cilët Flamusheu, për shembull, është një tjetër kompozitor që prapë është një brez tjetër, por është një nga miqtë e mi të ngushtë. Shumë të tjerë të cilëve për momentin, domethënë, pa u futur te këngëtarët, se pastaj me të gjithë kanë bashkëpunime dhe do t'i ngjelet qefi, por që dua t'i falenderoj sepse vërtet ju jam mirënjohës të gjithë këtyre njerëzve, duke përfshirë dhe interpretuesit, sepse në fundit kanë gjitur atë krijimtarin tim e artin tim në skenë dhe nuk është pak. Vitirit ka zënë me ngarkesa, ka nisur puna, më the me ansamblin, keni një program shumë të ngjeshur, do të jetë një vit me shumë ngjarje artistike, po nga ana e muzikës lehtë, si do e kesh këtë vit? Ke në mend bashkëpunime? Sigurisht, pjesa e gjysma e ditës tjetër e imja është në studio me muzikën e lehtë, por me qenë se përmende ansamblin, është një kalendar goxha impenjativ, fillojmë që në datën 19 kemi premierën e parë, me një shfaqje dedikuar 100% tabanit të Tiranës, rriteve të Tiranës, që ty më rezervoj një ftesë të lutem. Kështu që patjetër me kënaqësi, do të kemi një shfaqje shumë të bukur, me të ftuar, të ndryshëm, pra dhe pastaj do të vazhdojmë me premierat radh mbas radhe, duke përfshirë edhe turnet tonë që kemi, që ka ansambli jashtë atë. Fantastike. Falenderoj shumë që ishe sot me mua. Turoj një vit mbar të bukur, me suksese tjera, me pjesëmarrje tjera në festival dhe sigurisht me
fitore personale, se s'ka rëndësi më tani, pas kaq vitesh. Më lejoj që edhe të komplimentoj, sepse është intervista ndoshta jonë e para ose e dytë midis nesh, por unë ndjeva shumë mirë dhe ishte një intervistë shumë e këndshme se jo në çdo rast na ndodh që të jemi përballë moderatorëve apo gazetarëve të cilët janë shumë të vëmendshëm ka shi artisti. Faleminderit Sokol, ishte kënaqësi edhe për mua. Përfundojmë kështu në bukuri dhe me muzikë emisionin Çast i dur dhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju lë sërish takim nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë mirupafshim.